Një perceptim nga larg, pa dashur të stigmatizoj askënd, por duke ndjekur për shembull seancën e hapur që u bën në seancën ku paraqit Erion Velia në gjykatën kushtetuese, të dëgjoje disa nga pyetjet apo arsyetimet që bënin anëtarët e gjykatës kushtetuese të vjen turp të kuptosh. Ja pra, ky është nivelin intelektual që të jetë në seancë plenare, nivelin intelektual, nivelin e performancën e tyre. Të paktën të artikulimit, profesionistët, përveç publikut. Se mund t'i shkruash, edhe profesionistët. Nuk po flas për pyetje të improvisuara, po flas për pyetje që i kishin të shkruara. Absolutisht ishe. Më mirë mos ta dëgjojmë. Ai që s'flet thua të kanë një mendim më mirë. Pyetja ishte këtu, kemi pasur ca emra për shembull në një rast që një kazus, nëse mund ta quajmë kështu, duke u marrë me juristë dhe me gjyqtarë, me prokuror, jemi mësuar dhe ne tani, që në seancën e kaluar në një seancë gjykatës kushtetuese, ajo grupi juristëve që përfaqësonte presidentin e Republikës tha, po sikur ti teket një prokurori apo një gjyqtari të pezulloj kryeministrin. Dhe tani kësaj me sikur vazhdonte me sikur skenarin dhe pjesa tjetër të kundër patin, kupton? E të rikë të po themi në narracionin e vetë. Që këtu e kupton me çfarë niveli intelektual këtë bësh. Ajo pyetje që ju bët ishte e rëndësishme. Pra, kemi pasur ca pesha të rënda, ke pasur ca emra të rëndë në fushën e drejtësisë. I kemi sot po apo jo? A mos janë krijuar shtigje, pavarësisht se kushtetuta e ka tashmë dhe ligje e ka, janë krijuar shtigje që pikërisht për të delegitimuar kredencialet profesionale dhe morale. Mund të jetë edhe kjo, po janë krijuar shtigje që të shkojnë dhe individ të tillë në gjykatën kushtetuese. Pikërisht pra. Që pastaj kjo pastaj ka të bëjë me qasjen, ka të bëjë me presion, të vijen nën me qasjen shtet formuese në raste konkret. Ne dim shumë mirë formulën tashmë. Janë 9 gjyqtar, 3 nga kuvendi, 3 gjykatalar, 3 presidenti. Dim shumë mirë. Pikërisht në mënyrën se si përzjedhen nga këta autoritete, faktikisht tu është kleçka. Pavarësisht të ripërtëritjes fatikisht e cila, për mendimin tim, është një gjë pozitive, në mënyrë që mos krijohet, po themi, një ekip 9 lojtarësh të cilët... Po, ka një skemë ligjore. Ka një skemë ligjore e cila, por ama arritëm pra nga ato peshat e rënda, po themi, në fushën e drejtësisë të atyre që përfaqësonin gjykatë kushtetuese në personazhe që u betuan tek lana. Pra, janë ca tragjikomedi në këtë vend që realisht pra antarë gjykatës kushtetuese e cila shkoi dhe tek një notar u betua aty. Po pra që këtu e kupton çfarë... Për të kuptuar se e kupton çfarë solemniteti jep zgjedhjes dhe çfarë integriteti jep individi. Pjesa tjetër, ne po flasim për nivelin më të lartë dhe më të pjekur, më të specializuar, quheni si doni, të mendimit juridik. Dhe e presim të gjithë të, ne e presim profesionistët, nuk e di, e pres fushën e drejtësisë. Dhe nuk është gjë e pakët, po themi edhe pjesëmarrje edhe të jesh në gjykatën kushtetuese. Ndoshta shumë juristëve nuk i takon fare me qenë asnjëherë. Unë para ca ditësh bëra ca parashtrime në kuptimin por t'ju kundërpërgjigju një padije të një tjetër, po nuk është se i shkon çdo ditë. Dhe madje nëse doni, në seancën e fundit, fatikisht që ishte për Ballukun, më vjen keq se kam edhe 2 prokurorë këtu, po të shikoje performancën e 2 prokurorëve në rrafshin kushtetues, lindte shumë për dëshiruar. Më duke se më shumë ishin aty për të përligjur masën, pse kjo masë ndalimi, sepse kështu është në rastin konkret, është në koherencë me ligjin e tjera në kriteret, po themi të kodit procedurës penale e tjera. Por në rrafshin kushtetues fatikisht ishin jashtëzakonisht dobët. Dhe ndoshta jo për fajin e tyre. Sepse duhet ta mbash pjacën në rrafshin kushtetues, sepse është një gjykim kushtetues. Dhe prandaj nuk është një gjë kaq e lehtë. Mirë, ata kushojnë trupën e nivelin e trupës, nuk kanë çuditë. Nuk po them asgjë, unë po flas me detaje, i kam dëgjuar relative dhe i kam dëgjuar me detaje. Ervin, Çaça tha që janë 3 grupime, domethënë nga 3 rrugë shkojnë antarët e gjykatës kushtetuese, 3 presidenti, 3 parlamenti dhe 3 gjykata e lartë. Kjo është formula dakord. Por këto të 3, këto emrat që shkojnë deri këtu, në fund i zgjedh Këshilli Lart Gjyqësor? Jo, është KD-ja. Këshilli emrime me drejtësi. KD bën një farë pikëzimi, bëhet një pikëzim. Çon 3 emra dhe njëri nga 3 emrat pastaj e zgjedhin. Nëse nuk zgjidhet automatikisht zgjidhet ai që ka marrë më shumë. Janë histori, formula të cilat kanë treguar atë që thoni ju, relativizimin dhe jo vetëm të relativizimit të sistemit drejtësisë. Ju mos u çuditni, këtu ne kemi relativizim të çdo sistemi, të çdo pushteti. Këtu ke relativizim të pushtetit legjislativ.
Tu ke relativizim të pushtetit ekzekutiv. Këtu normal që do kishe relativizim dhe pushtetit gjysor që të dalë një. Sepse pushteti legislativ vetë relativizohet, pranon të ikë nga autoriteti që i ka dhënë kushtetuta. Ose ja kryon pa dishau situatën. Po pranon vetë trupa për të kthyer pastaj në një shtojc apo në një aneks. Sepse ke relativizim dhe të presidencës, ke relativizim të presidentit, se nuk kemi president. Po mi s'doja ta cënoja individualisht. Po mi doja ta thosha pa ndërhyrë në individ. Nuk kemi presidencë. Nuk relativizoj njeri Godino, inshallah nuk e bëjnë kull dhe atë, po problemi është që ideja është që presidenti kushtetuta dhe njeh si çdo autoritet institucioni pavarur Republikën e Shqipërisë. E dim shumë mirë atë, po s'doja të hyja me emra për tash. Po flasim me institucion, jo me emra. Atë me institucione presidentit është relativizuar. Nuk po thua Bajrami, po thua presidenti. Nuk e them. Dhe ideja është e relativizimit të çdo institucioni të pavarur, normal që do të sjell një dalje më në pat të dikujt tjetër dhe nuk është pa dashje. Formulat bëhen në atë formë që mos kuptohen dhe të çojnë pikërisht në këtë që tham. Në KLG ke njerëz që nuk e njohin kush është sallë e gjyqit, në KLP po ashtu, në KED mbase po duash, në çdo element tjetër dhe patjetër që do kesh dhe në gjykat kushtetuese. Se ju po thoni formulën, po pra po formula këto njerëz do prodhoj. Nga këta, duke vajtur në këtë formë, formulash është problem edhe mënyrës së trajtimit nga pikpamja. Nuk thash që është mirë, po thash që kjo rezultat është mendësia. Më fal, Eugen, pse formula prodhon këta njerëz? Po do prodhoj sepse nëse shkon një autoritet për të konkuruar dhe vjet barabar me këtë njeriu tjetër pa integritet profesional, po flas, se nuk cënoj integritetin e tij individual, dhe kur për shkaqe jo të karrierës apo jo profesionale, zgjidhet ky anonimi përballë emrit, atëherë natyrisht që kemi pikëzimin? Vajta unë me Vinin në parlament? Po. Nuk votohet Vini, vetëm unë në pikëzim. Ja zgjidhi ka e doja këtë punë. Parlamentin e ke të tunderën. Kjo është formula. Prandaj, më mirë